tjerëve? Fillimisht të quash barrikad është këtë diçka tjetër nga ajo që kemi bërë sot. Dy shirita të rrugës ka qenë të hapur, lëvizja ka qenë e rregulluar, e kontrolluar nga policia e Kosovës. Për çfarë barrikade po flasim këtu? E para. E dyta, ne jemi detyruar si biznese edhe si përfaqësues bizneseve me marrë këtë hap pas një numër të madh diskutimesh që kemi pasur edhe jo zyrtare, sepse si kanë bërë zyrtare, qeveritarët na kanë thirrë, edhe kemi shku, e kemi dhënë krejt sqarimet e nevojshme, analizat tona se si është duke funksionuar ky sistem aktualisht, cilat janë mundësitë për me shku tutje dhe përpos atyre themi vetëm po bëjmë takim dhe s'po bëjmë asgjë tjetër s'kem bën në gjitha këto diskutime. Domethënë s'ka pasur gatishmëri fare për të ecur përpara për gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Dhe kjo është situatë shumë problematike kur del kryeministri i vendit edhe i çon bizneset i krahasot me barikadusit e veriut. Kjo është përshqetësim tepër të madh, e ne gjithë ditën po flasim se si vendi jon është i interesuar për me sjellë investime. Qëllimi i këtij aktiviteti, kësaj proteste nuk ka qenë pra bllokimi i rrugëve në tërësi, mirë po pozicionimi në një shenjë si formë proteste, pra që ta sqarojmë sepse është proklamuar se mund të jetë një bllokim i hyrje daleve në Prishtinë dhe ajo me të vërtetë nëse bllokohen hyrje daljet është problematikë tani jo për një kryeminist, por për policinë vet, pra se ata janë për ta garantuar linjën e lëvizjes aty. Ka dilemë, gjitha mediat kanë konë, pamjet janë, për ata që kanë sy mund të shohin gjitha edhe shije që s'ka kurfar bllokimi aty. Policia ka organizuar e ka kontrolluar krejt sistemin e transportit. Domthonë na kemi bën marrëveshje me policinë e Kosovës me leje të saj dhe ata na kanë ndihmuar jashtëzakonisht shumë që gjithë komunikacioni me shku pa asnjë problem, ka funksionuar pa asnjë telashe. Shiriti është caktuar pe policisë, aty kur caktuar shiriti, aty janë dalë kompanitë me kamionët e tyre dhe punëtorët, s'ka pas asnjë telashe. Ju jeni përfaqësues të bizneseve, jeni të akorduar paraprakesh, pra sipas ligjit për tubimet publike, të cilat i përcaktojnë rregullat dhe këtë aktivitet e keni bërë në këtë formë me lejen e policisë. Absolutisht po. Absolut. Prandaj, përndryshe do të kish pasur reagim policor atë, do të kishte pa leje. Ne kemi parë herë tjera kur kanë bërë protesta pa leje dhe kemi parë reagimin policor, kështu që policinë kemi pasur aty, e ka kontrolluar krejt, e ka bërë gjithë puna bëhet policisë sa i përket mbarvajtjes së komunikacionit. Na kemi marrë lejen qysh dje, mbasdite, edhe prandaj më njëherë dje mbasdite vonë ne kemi thirr, domthonë kemi njoftuar gjithë media dhe gjithë bizneset që po bëjnë protestë. Domthonë pa pas një aprovim nga policia ne nuk kemi bën asnjë njoftim askund. Prandaj po njoftimi jon ka qenë dje shumë i vonshëm, derisa kemi marrë një përgjigje pozitive nga policia që do ta mbajmë me dakordum me ta se si do të shkojë protesta, ku do të ndalen domthonë kamionet që do të vinë edhe punëtorë, domthonë gjithçka ka qenë organizuar në bashkëpunim me policinë, ka pas asgjë jo ligjore këtu. Çka gjet kryeministri? Nuk e di, duket se ose është i informuar gabimisht. Jo, ajo që e kemi pa në media çdo ditë e që është një zinxhir i madh i hajnive që kanë ndodhur në këtë sektor. Tashmo pe 2-3 njerëzve brenda zërrejës e konfirmune,